vendit? Ne besojmë dhe jemi përpjekur vazhdimisht që të gjejmë një kandidat konsensual, i cili është kandidati pranueshëm për gjitha subjektet politike. Ne i kemi ofruar në shkrimet edhe për zonën Osmani, ne i kemi ofruar në shkrimet edhe për kandidat të subjekteve opozitare, por rezistenca dhe hezitimi i tyre duket i çuditshëm dhe sigurisht që është i koordinuar, pasi që asnjë nga këto palë pra nuk paraqiti gatishmërinë që t'i marrë këto nënshkrime dhe të futet në garë. Ne kemi bërë përpjekje edhe që të gjejmë figura unifikuese dhe të propozojmë figura unifikuese që janë të pranueshme për gjitha subjektet politike, mirë po e dini gjithë se si kanë hasur këto përpjekje. Përpjekjet tona do të vazhdojnë dhe Kryeministri Kurti ka ftuar edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike edhe kryetarin e Partisë Demokratike që të ketë konsultime, mirë po natyrisht se është e dëmshme edhe për vendin që të pranohen kushtëzime totalisht jo logjike, totalisht pa drejta, siç është kushtëzimi në këtë rast i Partisë Demokratike, e cila thotë jo logjike dhe e pa drejtë. Absolutisht është jo logjike dhe e pa drejtë, thuash se ma ofro ti mu mbështetjen për XY kandidatin e mandej unë ta tregoj emrin. Edhe për një pozitë shumë atullt, nëse do të ishte ky kursim, sinqerisht nuk do të ishte fair dhe nuk do të ishte e logjikshme, se lere më për të parin e vendit, pra për presidentin. A jeni të gatshëm nëse e dini emrin ta ofroni këtë mbështetje? Ne kemi kërku vazhdimisht që të propozohen emra, pra kemi ofruar edhe në nënshkrimet tona si deputet Lëvizjes Vetëvendosje për kandidatë e opozitës, vetëm që vendi mos ta ketë një proces të ri zgjedhor që realisht nuk do të mund të prodhojë rezultate të reja. Sepse me fol realisht, edhe nëse Vetëvendosja bjen në numra, sa do pak, po edhe nëse Vetëvendosja rritet në numra, cila do të jetë zgjedhja? Asnjë zgjidhje nuk do të prodhohet nga një proces i ri zgjedhor, sepse pa lëvizjen Vetëvendosje prap do të jetë e pamundur zgjidhja e presidentit. Kështu që kur e dim që një proces i ri zgjedhor nuk do të prodhojë rezultate shumë të ndryshme, ideja është që ose të jemi fair gjitha subjektet politike dhe të hyjmë në një garë ku kemi gjitha subjektet propozime partijake, ose të tentojmë gjitha bashkë që ta gjejmë vërtet një figurë unifikuese e që t'i japim fund këtij problemi. Çështja e kalkulimeve është dyanshme, as pa Vetëvendosje nuk bën 2/3, as pa opozitën nuk bën 2/3. Po, por nëse flasim realisht, në Kosovë pra nuk garohet për 120 ulse në kuvendin e Republikës. Lëvizja Vetëvendosje, nëse në garë do të ishin 120 ulse, do të kishte shumë më shumë deputet